Përshëndetje miq të dashur. Kjo video shkon për Hashim Thaçin, se kur kon si kryeminist dorë shlirë. Ta ndëgjojmë lutëm. S'pari kisha pas dëshirë kush ka mundësi ma bo subscribe në YouTube, ja dishëm për farmer, edhe follow Facebook, në TikTok, ja dishëm për farmer. Shkojnë me videon të diskutojmë bashkë me lutëm. Dërgoj mesazh gjithë serbëve të Kosovës, kudo që jetojnë, në jug apo në veri, se kjo marrëveshje është marrëveshja e cila rezulton edhe nga vullneti i qytetarëve. Ngone me vëmendje lutën për me kuptu mirë. Okej? Respekt. Gjitha komuniteteve. Por në të njëjtën kohë ne e njohim kërkesën, ne e njohim vullnetin e tyre që të kenë edhe serbët që të kenë asociacionin e komuna me shumicë serbe. Kërkesa fillimisht e autoriteteve të Serbisë ka qenë që të formohen vetëm 4 komuna në veri si asociacion. Ndërsa angazhimi im ka qenë që të mos ketë ndarje territoriale, por që të ketë një gjithë përfshirje në gjitha komuna me shumicë serbe natyrisht, duke u lënë mundësinë në bazë të fituesit më të mëdhenj këtyre serbët në Kosovë, sepse kemi gjetur një zgjidhje e cila definitivisht krijon një rrethon të re, një rrethon për jetë më të mirë, më të sigurt, më prosperuese, më zhvilluese dhe një jetë ku do të mund veri. Vetë atje qytetarët duhet ta mendojnë, asociacioni i komunave, kryetarët e komunave, sikur që bëhet në çdo me 3%, me hallon krejt senet, 3% domethënë si shkije që janë 3%, rrugë zot. Këto e bënë me Hashim Thaçi. Pëzëkëja. Gjën të Kosovës të zgjedhin komandantin e policisë nga shumica e qytetarëve, do të thotë në përkatësi serbe, një njeri që komunikon me qytetarët lokal, që njeh problemet lokale, që është në shërbim të tyre, dhe natyrisht policia e Kosovës është polici shumë etnike. Për këtë drejtim askush nuk duhet të se ka synimi të me një asociacion. Definitivisht është Qëto i del gjumi, se çka ka bo në 2015, që ato konë 2015 kur ka fol, tash është 2020. Tash e ka posi që ka bo, të ndëgjojmë lutëm. Me elemente ekzekutive që në kupton Republikë Serbe në Kosovë. Dhe ajo është në fakt kanceri për shtetin e Kosovës, që jo vetëm X ose Y që merr pjesë atje, po asnjë i gjallë të Kosovës nuk ka të drejtë gjëra të tilla. Te diskutoj lërë mote, as të ullet në tavolinë e lërë mote diskutoj. Po kush ka me diskutu kur ti ke kryer të punë 2015 o zotni? Kjo është ajo për dhe këja. Që mënot me agju Albin Kurtit. Këto i ka kry Hashim Thaçi, kryetari i partisë juve, ish president dhe ish kryeministër. Mu më keq aty ku është, pa tjetër. Po domët që i ka bo, që me gojt vetë, ndëgjot vetë. Kështu që miq, jënë fjallë të ty një jetë mija, sens po një gjesë. Respekt, miq të dashur, opozit, shpalosni pak, mësoni pak, se ju vynë. Kështu që ju dua, ju përshëndes, jeni më të mirët, mire pafshëm. Në video tjera.